Ndodh edhe kjo, 3 peshq të ditës së Kiametit shfaqen në brigjet e Australisë dhe Zelandës së Re. 3 peshq të rallë të quajtur peshqit e ditës së Kiametit janë gjetur në brigjet e Australisë dhe Zelandës së Re. Shkencëtarët thonë se nuk ka asnjë provë që lidh shfaqjen e tyre me ndonjë fatkeqësi natyrore të afërt. Andre Stewart, kuratori i peshqve në Muzeun e Zelandës së Re, te Papa Tongarewa e përshkroi këtë peshk si të bukur dhe të përtej botshëm, me ngjyrat e tij blu-vjoll, argjendi dhe të kuqe të thellë. Ai tha se në Zelandën e Re ka rreth 20 raste të dokumentuara të shfaqjeve të këtyre peshqve të rrallë, sipas The Guardian. Ai tha se këta peshq ndoshta janë burimi i legjendave për gjarprinj detar, megjithatë reputacioni i tyre si paralajmërues të fatkeqësive është i pabazë, pasi një studim i rishikuar nga kolegët në vitin 2019 nuk gjeti asnjë lidhje midis shfaqjes së oarfish dhe tërmeteve. Profesori asociuar ekolog i peshqve nga Universiteti i Waikatos tha se shfaqjet e oarfish janë relativisht të ralla. Ata jetojnë në oqean të hapur në thellësi të konsiderueshme dhe njerëzit thjesht nuk i hasin ata. Prandaj janë pothuajse të pamundur për t'u studiuar. Këta peshq, të konsideruar si peshqit më të gjatë me skelet kockor në botë, qëndrojnë vertikalisht në ujë dhe lëvizin duke valëzuar pendët anale dhe shpinore, tha ai sipas The Guardian.